parë, një grup njerëzish të drejtuar nga ish kryetari i partisë Sali Berisha më synë në Seli për ta marrë atë me gur, vare, shkopinj, madje edhe shkallë, protestuesit sulmuan Selin, duke thyer dyer e dritare. Pas disa orë beteje dhe pas ndërhyrjes së policisë, situata u vu nën kontroll. Në Selin Blu, aktualisht po vazhdon puna për rikthimin e saj në gjendjen e mëparshme, po punohet për këtë, ndërkohë që zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike, në një intervistë për Pikat Mbi, deklaroi se pas 8 janarit Partia Demokratike do të ringrihet nga rënojat. Berisha nga ana tjetër deklaron se do ta vazhdoj revolucionin e tij siç ai e cilëson. Çfarë përfaqëson sot politikisht Sali Berisha? Kujtoj se zoti Escobar vetëm pak momente më parë dënoi dhunën që u pa në Selin e Partisë Demokratike pikërisht të shtunën. Për këto do të flasim në Pikat Mbi. Në studio jam me zotin Artur Zhej nga 360 gradë Pikal dhe me avokatin e mirënjohur zotin Spartak Ngjela. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Dhe po e nis me ju zoti Ngjela. Çfarë komenti keni për atë që ndodhi të shtunën në Selin Blu? Pa ajo ishte një vepër banditeske. Pyetja është përse e do atë pallatin Saliu? Bëhet pyetja. Përse e do pallatin Saliu kur ai thotë unë kam partinë time? Për t'i rikthyer demokratëve shtëpinë e lirisë, siç ka thënë. Si çdo thotë shtëpi e lirisë, shtëpinë e bën vetë, merr një shtëpi tjetër të madhe dhe kthej shtëpi e lirie. Ja, sa është. Profesionalisht arsyetot kështu. Ka krijuar një organizat terroriste, por nuk ka argumentin juridik. Se atë ai deri tani nuk ka asnjë argument juridik se është kryetar partie. Pasi të marrë atë si kështjell, patjetër që gjithë banda e tij do hyjnë terror. Kështu ka ndodhur në botë. Se ka dorë mendjen Saliu, nuk e di, po flasim për precedentet. Marrin një simbolik që e duan sepse i pashë dhe atje dhe mënyra e sulmit ishte sulm i organizuar me organizata kriminale. E dallonja në mënyrën e shkallëve të atyre. Dakord jemi deri këtu. Tani pyetja ime është kjo, e mori, çfarë ndodh? Organizatë kriminale. Mendoj unë, siç ka ndodhur në vendet e tjera. Vend zoti nuk është kështu. Por ai tani me mendja është në proces. Pse nuk shpall datë? Për këtë arsye mendoni që nuk e shpall datën? Ju lutem, ma thot do vazhdoj. Po, sa që do të vazhdoj. Se shpall datë. Ju thot atyre që e kanë në dorë që lemni rahat, kështu se do shpall datë. Ignorant. Se çfarë do bëhet me të, nuk e di, por problemi është që ai tani është në dorë të drejtësisë. E ka bërë shkeljen. Por politika penale, se çdo bëj nuk e di. Ka politikë penale në gjithë vendet e botës. Dakord jemi? Ti e ke shkel ligjin, po për politikë penale të mbaj. Akoma nuk të filloj çështjen penale. Ai nëse ka hyrë brenda, ka hyrë. Në rregull, ka shkel ligjin. Po nuk u arrestua. Po kjo është po të them tani, ajo është kjo quhet politikë penale. Quhet politikë penale në kohën që të marr unë, ose s'të marr fare, ose bëj një kompromis, nuk ka rëndësi. Ai e ka bërë shkeljen po të them. E kuptova. Dhe nuk është njeri i lirë. Fare, as i pavarur. Le të thotë që vjen vërdall. Ka bërë shkeljen. Do ta marrin apo s'do ta marrin, unë sot isha në gjykat, pash atje, më thanë, unë si vuare, po, kishën ardhur të arrestuar. Po, Rregull? 34 gjatë momentet gjyqëtim, dole atje, më thanë janë të arrestuarit. Po, çështja është që kjo është politika penale. E kuptoj. Kjo quhet politikë penale. Që e ka të drejtë prokuroria. Se ndalon dot njeri. Pra, problemi është që me gjitha të rëndësi ka se çfarë do bëhet. E rëndësishme është që ai tani është
në kërcënimin e akuzës penale. Do t'ja ngrënë akuzën penale, apo do t'ja ngrënë akuzën penale, nuk e di. Topin tani ky e hodhi. E kishte topin, e kemi biseduar këtu. E hodhi. Për mendimin tim, ajo ishte flagrantës. S'kishte nevojë që të shkonin në parlament. Se arresti i këtij shkon në parlament. Për çështjen penale jo. Po ata nuk filluan çështje penale për asnjë nga deputetët. Dakord jemi? S'ka deputet. Të shikojmë se çfarë politike do ndjekin. E kuptoj. Zoti Zhej, fakti, si e lexoni këtë që sapo tha zoti Ngjela? Pra, zoti Berisha njoftoi vazhdimsinë, por nuk dha në fakt një datë. Lidhet kjo me faktin se po hetohet për atë që ndodhi në 8 janar? Nuk jam dakord me të gjitha konkluzionet e zotit Ngjela. Unë mendoj që Berisha mbas 8 janarit në vetdijen e tij, nëse ka pak racionalitet në këtë rast, e di që ka humbur betejën e madhe. Ai ka vetëm një problem me krenarinë e tij të thyrë, duke qenë se është një natyrë që me shumë sete që është mësuar që t'i shkojë vetja, pra është një lloj llastimi psikologjik që kanë ca njerëz që kanë realizuar vullnetin e tyre, dëshirat e tyre, dhe edhe kur duhej edhe kur s'duhej, edhe kur bënin dëm edhe kur bënin mirë. Në këtë rast ai ka një problem me veten e vet, ka një problem sedre. Por nga ana tjetër është duke mbledhur dhe forcë. Ai donte të demonstronte forcë përpara dhe brenda Partisë Demokratike, dhe në vend që të demonstronte forcë, demonstroi dhunë. Duket se në një ta fjalë ose lloj fjalës, por nuk është e njëjta gjë. Aty nuk kishte masivitet. Pra aty kishte vetëm njerëz që kishin ardhur me destinacion për të sulmuar me mjete të forta, me mjete specializuara, pak primitive për të dukur spontane, Partinë Demokratike dhe për të krijuar ndoshta atë flagrancën që thotë Ngjela, por për të krijuar një problem të madh. Pra unë mendoj që po të deportonin dhe të çaheshin me fijat mbrojtëse, mund të kishte përleshje fizike, edhe mund të kishte pa diskutim me të vdekur. Zoti Berisha tha ishin paqësor. Tani ne i pam. Për fat keq zoti Berisha e shef që ka kamera dhe kamerat e përgjigjëstrojnë. Nuk mund të jetë uri, çengeli, shkopit e hekurit gjëra paqësore, gurët dhe gjëra të tjera ndoshta të fshehura që s'kemi parë, ose ai personazhi me thik që hypën ka dytë që është fotografuar, një me thik që hypën ka dytë. Pra janë armë të ftohta, janë armë që krijojnë dhunë, pa diskutim. Dhe trishtimi i doktorit në këtë moment është ai në vend që tregonte forcë, tregoi dhunë. Pse? Sa më pak forcë që ke, sa më pak masivitet që ke, aq më shumë do që njerëzit që janë të bëjnë maksimumin e dëmit e depërtimit ke simbolika e kështjellës që profeson Partia Demokratike. Mendoj që ajo godin ka një simbolizëm për doktorin dhe për gjithë elektoratin. Simbolizmi i kështjellës. Pra është pak mesetare, është pak... Por me këtë simbolik luhet edhe në elektorat. Nëse ty të bie godina, kryeqendra, ose pallati mbretit, ose krye kështjella në imagjinatën popullore, do thotë që bie selia kryesore. Zakonisht do të kesh numërore. A ja morën Bertinotit? Si e morën? Si unë da Partia Komuniste? A e mbamën? Igor morë shumicën kjo socialist. La Bertinotin me 4 deputetë. Shiko, ne do marrim precedentin botror se këtu Saliu nuk ka mendje politike. Ku ka mendje politike Saliu? Saliu s'ka mendje politike fare. Saliu ka mendje vetëm dhune. Me dy gishta bullallëqe. Por problemi që ndron këtu, që duhet bëju një pyetje, që po shkitet, ka shkele ligji apo nuk ka shkele ligji, se kjo kërkon për Saliun. Ka shkele ligji nga Saliu ose jo? More, pyete për Saliun ti. Pyetja që ngrihet tu është që nuk ka këllë që prokuroria të përgjigjet. Dale, një minut, nuk të analizojmë ndryshe. Ka shkele ligji njëra, apo s'ka shkele ligji? Sa i po merë njërës të thjeshtë. Na prokuvizoj ligjin që të themi ka apo s'ka shkele ligji. Ato që ka marë njërës të thjeshtë. Lëvizje e dhunshme, pa leje për gjitha. Ato që ka marë atat që kanë shkuar në gjykatë sot. Por këtu ka një gjë, që qëfar i bëjnë këta, që ta keni qëfar i kanë bërë,
e nxjerrin vazhdimisht me pozicion e tje që drejton me dorë si Lenini. Lenin dhe një do t'jemi realist në analizë. Pastaj këtu ka një pikpyetje të madhe në kuptimin që ne nuk e dim. Kush e vonoi gazin në qelës? Hyrjen e policisë. Hyrjen e policisë. Rama thot Basha. Rama thot Basha. Po. Ka fuqi Rama të bëjë? Policinë e kontrollon. Është loje madhe e ka rënë brenda Saliziu, po do ta pranojnë apo do ta marrin për këtë. Loje madhe e kujt? Që rëndësi ka se kush e bën, po është loj. Ai ra brenda, ai është ka psikoz dhune. E ka psikozë atë dhunën Saliu dhe është frikacak. I ka të dyja. Po problemi që ndërë një nga afër, 1 minutë. Pse e bën atë? Kush e ka fut në kurth do ta shikojmë, unë di që është kurth. Pse? Se sa hyri ky brenda, siç thatë ju, ata vën gazin. Po të mos hynte brenda ky, unë dihen që s'ka hyrë, po ka hyrë brenda ka shkel ligjin. U shqyet dera e madhe, ajo dera e blinduar e katit dytë. Po ç'më duhet mua? More zotri, dera e dytë katit dytë nuk ka lidhje me ligjin. Me ligjin ka lidhje dora e tij dhe hyrja brenda. Po qartë. Po unë jam profesionistë të them unë që s'ka shkelje. Ka shkelje të ligjit. Ai e ka po që le të ketë paralajmëruar sa dojnë, po të them më zonjë, jo të them gjë. Do hynim në Partinë Demokratike, do hapnim dyert e mbyllura, do ta xbunkerizonim Selin sepse duhet ja kthenim demokratëve si shtëpi të lirisë. Ai e ka artikuluar qartë. Kush u ka marrë demokratëve? Berisha... Po dale më 1 minutë të lojë se kemi bërë njërë bisedën bashkë. Po qartë për qartë. Po ju nuk njeni ligjin. Po ndodhi pra. Dale më i zonjë tani. Kush e ka marrë Saliut këtë të drejtë? Basha. Te ajo, me gjithë bane atë drejtjen Selin. Dakord jemi? Shteti Gjorkë, drejtohë gjykatës, me të drejtën tënde. Pse se drejtohë gjykatës? Vetë për marrimi e disi hej për marrimi që ka të ta, ku të lejt, vetë të përlën. Tani, pse nuk, dale ma i zonjë, këto fillon në analiza, pse u s'njeni ligjit. Në funksion të analizës tua e kam pyetje. Ma i zonjë, është shtet juridik kë, nuk është shtet i bandave, edhe njëherë. Ti ke të drejtën tënde, ke shumicën thua. Shumë kollaj do vesh në gjykat, po duhet ta konstatoj gjykata shumicën. Me provat e tua. Pse s'kon gjykat? Se s'ka shumicë. Kush tha që ka shumicë? Ku ka për kongresoj? Ne budallëjnë atiti që ai s'ka shpalla semra asgjë, të dhejnë gjykat. Po nuk shkon në gjykat zonjë për të kërkuar një të drejtë dhe vjen me dhunë, dhe u kam thënë, është shkel e ligji. Dakord, në funksion të kësaj që thoni, do bëj një pyetje pra, e gjithë kjo lëvizje, zotit Berisha është e paligjshme, por brenda kush e ka shkelur ligjin? Brenda ka tani kush e ka shkelur ligjin është çështja atyre që kanë provat. Po këta zakonisht ligjin e kanë shkel tërë ata që kanë hyrë. Nëse Berisha ka shkelur ligjin dhe organi i drejtësisë nuk vepron mbi Berishën, do thotë që Berisha është mbi ligjin. Organi i drejtësisë Berisha është mbi ligjin. Dale. Akoma. Organet e drejtësisë. Reforma në drejtësi e gjitha këto janë fjalë boshe. Po, boshe. Në funksion të Saliut, prokuroria nuk ka fuqit plot. Është shteti NATO-s kë, ju lutem. Që do më thënë? Që do të thotë ju të pjosësh ata, natyrisht. Më vjen shumë keq. A i shikoni që thotë me bëjnë me dorë si Lenini. Pse i nxjerrin ato? Pra, problemi që ndronë, qoftë se ata janë shkelës ligjit dhe këta i kanë arrestuar, duhet të marrin edhe drejtuesin. Tani çfarë konceptoj unë nga hetimi? Kanë marrë ata, sa veta kanë marrë në akuzë? 34. 34, pa nuk kanë marrë kot. Do thyen ata? Mos e shikoni çështjen e drejtësisë një çështje arbitrare. Tani vinë atje, janë 34, thoti. Mjaftojnë 4 të jenë nga ata që i kanë arrestuar e din, që janë rrethi i ngushtë, banda e ngushtë e Saliut, nuk dihet ç'ndodh. Duhen të shmi. Tani në akuzë janë edhe mbështetës të bashkës. Unë di si jetohet, të lutem. E kuptoj pra. Kam hetuar çështja, gjetje me? Jo. Kam hetuar dhe si avokat edhe si... Për të shtuar informacionin. Dale më të them, unë po të them si jetohet. Qa ka punë informacioni, ma këtu ka interpretim juridik. Interpretimi juridik është ky, që na i nxjerrin Saliun me dorë. Dakord jemi deri këtu, jo në një pozicion, disa pozicione.
Kote nxjerrin, kote kanë marrë. Jo, ka thënë që ky i drejton këta. Tani duhet dim që janë këta. Dakord jemi? Që janë këta, janë të organizuar, apo janë element që kanë dalë nga rrugë, kanë vajtë atje të marrë në një leckë. Nuk e dim. Pra, këta janë të arrestuar, thatë ju. Këta të arrestuar do merren në pyetje. Në 34 që thuaj ti, mjaftojnë 4 të jenë të Saliut. Që në qoftë se ka pas të një skem, din skem. Ne nuk dim atë që janë ata që ka marrë. Nuk një fare. Në qoftë se hetimi shkon drejt kësaj, marrë në fund do a penalizohen dhe të tjerë. Në qoftë se ka intencion për këtë çështje. Në qoftë se jemi përballë asaj që ju thashëm politik penale, kjo është frikë. Thotë unë të kam në dorë, lëviz të duhesh. Dakord jemi? Pra, se cila nga këto do ndodhi, kjo nuk është informacion, zotë, është interpretim juridik. E qartë, kuptoj. Interpretim juridik. Zoti Zhej. Edhe njerë, se çfarë do ndodhi nga këto, unë nuk e di. Ja kuptoj. Zoti Zhej, përse atëherë Zoti Berisha do ta marrë simbolikisht kështjellën kur është i paligjshëm në lëvizjen e vet, siç e konsideron Zoti Ngjela? Bëra një loj fjalës me avokatin, tash po kufizo ligjin, që të kuptoj kush e shkel. Tani, nëse ligjin e kanë shkelur 34 persona, emrat e cilëve nuk i dim, ose janë njerëz, janë simpatizantë. Disa edhe janë publikuar. Janë paguar, janë mbështetës, nuk i dim, nuk i hym atij. Kanë apo s'kan kartën e Partisë Demokratike, janë, nuk i dim. Atëherë bie që edhe doktori ka shkelur ligjin. Pra, o nuk ka ligj që dënon të zotë e shtëpisë për të kthyer në shtëpi, siç thot doktori, pra nuk ka ligj dhe prandaj doktori nuk është i proceduar. O ka ligj dhe ky ligj përdoret në mënyrë selektive. Fakirat e shkretë shkojnë gjykata pa arrestohen, bosat në këtë rast nuk kapen. Pra është mbi ligjin doktori. Këtu tani ky është një test, jo thjesht për doktorin, jo thjesht për këtë që ndodhi, por edhe për drejtsinë shqiptare. Ajo duhet të jetë transparente. Dhe unë mendoj që duke qenë se doktori nuk ka për të prekur, se nuk kanë këllë që ta prekin, i themi gjërat si që nuk shumë mendoj, do liroj dhe këta tjerët. E ke parë se si kanë arrestuar, kanë daluar dhe proceduar dhe ata që sulmojnë dhe ata që mbrohen. Tani, në gjithë botën thuhet që mbrojtja është legjitime. Kur ti sulmon, nuk do mbrohen. Pra çdo gjë që unë bëj gjatë procesit të mbrojtjes është jo krim. Krim është kur sulmon. Ata që tani kanë filluar të vendosin një lloj barazie midis sulmuesve dhe mbrojtësve, duke konsideruar të dytë barabartë. Është pak a shumë ajo teza e Ramës që thotë janë dy kufoma që janë pjesë e një gjë vetme. Njëri me selit, tjetri pa selit, thotë Rama. Nëse drejtësia do marrë një vendim sovran, do ta shohim. Ky është testi. Nëse është një drejtësi e cila shef këtej semafor nga politika shqiptare, nëse sepse ajo semafori i jeshil nga politika ndërkombëtare ka zbaton ligjin, sepse kot nuk i dhanë ngrata doktorit, kot nuk po bëjnë sankcione në gjithë Ballkanin amerikanët dhe ndërkombëtarët. Pra, normalisht ata kanë semafor jeshil për ekzekutimin e një drejtësie të drejtë. Tani, o drejtësia është e padrejtë në rastin e doktorit, du t'i lërojnë ata djemë që janë nëpër korridoret e gjykatës apo të policisë, se vjen qafkot, o të bëjnë një interpretim, si sot avokati, të sakt që ka apo s'ka shkelje ligjore me 8 janar. Kjo e ndanë shapi nga sheqerin. Po sa të njënë, sa të njerëgës, shqiptarë të shketë. Zoti Zhej se e marrë me këtë çështje, ke qenë gazetar investigues e shtetit, është çështja e hetimi është sekret. Hetimi mund të vazhdojë 6 muaj, 4 muaj, 3 muaj. Në qoftë se hetimi ndërpritet dhe ata dalin, është problem tjetër. Ne po flasim që hetimi ka marrë ata që kanë hyrë brenda dhe ky ka bërë me dorë. Por unë kam një informacion, të cilin nuk kam sekret të shpallë, por nuk e mbajnë mend do të emrin e asaj organizatës, me AFA Arfara, nuk e mbajnë mend mirë, se vesh është ky. Problemi është që gjendja në Shqipëri nuk është e mirë. Që do të thotë? Ndërhyn agentura ruse. Dhe sot janë sulur që të falimentojnë biznes e vogël. Dëgjoni që themi një zonjë. Së shtet kapitalist kë. E kam thënë, por kush të dëgjon.
Ky nuk është shtet kapitalist se ky s'ka bursë, zonjë. Ke parë në një shtet kapitalist pa bursë ti. Këtu janë klientela të kryeministrave që nuk luajnë në bursë për shoqërinë. Luajnë me kryeministrin. Kjo është gjendja jonë. Dhe duke e parë këtë turp që kemi ne, ata janë sulur drejt biznesit vogël dhe ju i instigojeni, unë kam dhëna që biznesit vogël po falimenton. Po çfarë lidhje ka kjo me situatën Partinë Demokratike? Sepse unë nuk e përjashtoj që dhe dhunë e Saliut nuk je brënda kësaj fryme. Pse ta përjashtoj? Mund ta parandaloj kjo deklaratë? Pse ta përjashtoj këtë kur e di unë që kështu bën ngjarje. Tani unë po ju them, nuk e di mirë si quhet ajo. E kuptova. Ajo lëvizje, ju lutem më njëherë. Ç'ma duan më këta, mos më pyet për një gjë që se kam nxjerrur unë, nuk është interpretim. Ju lutem më njëherë. Unë them që këtu po sulmohet një investigoni, po sulmohet që të falimentoj biznesi i vogël. Dhe më kanë thënë kanë falimentuar shumë. Kanë hyrë me para për të falimentuar biznesin e vogël. Skemat i bëjnë shërbime, nuk i bëjnë. Janë të është biznes i vogël, ndihmon atë tjetrin, ai e para, nuk e di se çfarë janë skemat, lutem. Po di që po ecim drejt kësaj pike. Janë sulur biznesit vogël. Pse janë sulur biznesit vogël? Se këtu ka bursë. Kapitalizmi i Ramës ky, edhe i Saliut. Le Saliu një ronxho-bonxho, po ky që ka 8 vjet, që ka një 8 vjet që e ka lënë Shqipërinë pa bursën të paktën bursën e monedhës, ose të paktën të fillonte kooperimin e kapitalit. Jo kapitalizëm ky. Këtu s'ka kapitalizëm. Prandaj tani ky është mendimi im. E kanë parë që ky shtet funksionon nëpërmjet biznesit vogël, ju ta faleminderojnë. Pra ju thoni situata nuk është e mirë në Shqipëri. Agjentura ruse është prezente, po gjithë agjenturat e kundërta, gjithë agjenturat, gjithë shërbimet, dalë më zonjë, gjithë shërbimet që janë kundër nesh, shërbimet e huaja që janë kundër nesh, janë edhe sulm dhe kanë një skem që unë nuk e di, do ta gjej për këto 2-3 ditë, do t'ju jap dalë më e cila janë nisur biznesit vogël, po e lajmëroj tregun ta di. Janë sulur biznesit vogël. Ka ide unë që do tjera. Kur ju paraqisni këtë lloj panorame, të gjithë perceptojnë që situata do avancoj më tej, pra do jetë edhe më keq se ç'është. Pyetja ime është kjo: a mundet kjo deklaratë e bërë sot nga zoti Escobar të parandaloj vazhdimin e së keqes në Shqipëri? Ndjekim pak? Mendoj se është për të ardhur keq që dikush të përdor dhunën dhe jo kutinë e votimit në një përpjekje për të marrë në kontroll një parti politike. Ne e dënojmë këtë. Jo gjithkush që pretendon se është antar i Partisë Demokratike është një partner i rëndësishëm i joni tani. Ne do të jemi shumë të angazhuar në proces, jo vetëm në Serbi dhe në Kosovë, por në përgjithësi në rajon dhe jo vetëm për çështje politike, por edhe për çështjet ekonomike. Tani po e dikej. Kam informacionin tim, shkam se nuk mund të diskutojmë mbi informacionin, se pse do më gënjejnë. Tani problemi qëndron që e gjithë kjo situatë ka edhe një lëvizje politike që tenton për të marrë një seli. Çfarë do seli? Bëj pyetje. Ku e ke bazën juridike që ti ke partinë? Ku e ka kongresin? Ku e ka statutin? Ka vënë gjykatë? Ja ka dhënë gjykata gjë? Aja ka kthyer gjykata. Po të ktheu gjykata statutin s'ka parti zonjë, ditë jeme. Është akt juridik për person juridik. Basi e kam thënë unë, ju kam dalë më zonjë tani, basi e kam thënë unë këtu të ju kam dalë gjithë juristët jo kanë shpjeguar. Ai nuk ka parti, ashtu thot ai. Ku ka parti? Çdo thot parti. Partin do ta marrësh me vot, thotë. Ku e ka marrë? Ku ka vot kë? Si ja pranojnë atë. Edhe unë ju thash, në qoftë se ti ke votën, shkon gjykat. Qoftë se ti më zonjë, je të likshme shkon gjykat. Pse? Për faktin që një repart ushtarak, ka pretendime që kjo toka këtu është e repartit. Dhe do që t'jo marrë ju, që jeni person juridik, do shkojnë gjykat apo do vi këtu me repartin të nxjerrë jashtë? Po të vi këtu me repartin, dalë më zonjë nëse është pyeta që i bëj vetë. Do shkojnë gjykat, sipas ligjit. Në qoftë se do vi këtu për të nxjerrë jashtë bën vepër penale zonjë. Po pra. Pavarësisht që mund të jetë tokë e ti. Qartë. Po kur s'ka as tokë asgjë, banditizëm. I lutem më njëherë. Pra, ne jemi përballë një banditizmi
Përse duhet ky banditizëm? Ju thash, ka dhe një sulm drejt biznesit vogël, që bëhet nga shërbimet e huaja që janë kundër Shqipërisë. Këto janë fakte. Pastaj, i lit logjika, apo si lit logjika, këto në varet si pas asaj që mendon ti. Por unë them që nuk mund të jenë të rastësishme. Që është të rastësishme, aq më mirë, por kjo që po them unë do t'ju rezultoj, keni për ta parë. Kaq. Zoti Zhej, ju e shikoni të lidhur kështu situatën si që paraqet zoti Ngjela? Sigurisht, nuk kam informacioni që ka zoti Ngjela, i cili ka informacion dhe vetë ekskluzive, por do doja, nëse më lejon të komentoj pak degradën e zotit Escobar. Patjetër. Praktikisht, në momentet më kritike dhe më ku ka u skryq, Amerikanët kujdesen shumë me vëmendje të nënvizojnë qëndrimin e tyre. Dhe në këtë rast, ata opozicionuan kundër dhunës dhe e konsideruan të dhunshme protestën dhe jo paqësore. Dhe praktikisht, fjala kyç ishte nuk e merr dot me votë, nuk e merr dot me dhunë. Kjo është ideja. Kjo është forca e bashkës, kjo është edhe dobësia që ka Berisha në këtë situatë të vetën të tanishme. E nuk bën dot atë rokadën që ta shndroi dhunën në votë, e provoi, nuk i quajt as kongresi, as referendumi. Për arsye sepse nuk ka dhënë provat përkatëse, i ka numëruar vetë. Numëroi edhe kongresmenët i numëroi vetë, edhe votat e referendumit i numëroi vetë, dhe këto po nuk i pa një arbitër, kemi thënë në këtë emision, kaq e kaq herë. Janë tashmë dy palë, kur dy palë kanë konflikt, një palë e tretë, në këtë rast gjykata vendos kush ka drejtë dhe kush ka numrat. Të dy palët janë drejtuar gjykatës, ky është fakt, por me sa duket, nxitimi i doktorit është sepse përveç asaj që thotë zoti Ngjela që i ka apo si ka numrat, nuk mund të hyjë asaj gjëje. Jo, numrat si ka, që po të kishte numrat shkon te gjykatë. Ka shkuar në gjykatë. Ku ka? Ka marrë gjë. S'ka përgjigje nga gjykata, është tjetër diskutim. Koha e politike avokat është më e shkurtër se koha i avashllokut i gjykatës. Si? Gjykata ka ritme të tjera. Ka ritme të tjera në Shqipëri, prohibitive. Ai ka kohën e vet politike. Koha politike e doktorit me kohën politike të gjykatës janë kontradikt me njëra tjetrën. Ai s'ka kohë të mbasë. Gjykata mund ta gjykojë edhe një vit këtë. S'ka kohë. Një vit do ri ky do ri si muhaxhir. Le të shkoj lëngë. Marë zotri. Po më them, do të rezon politik, arsyeja politike kjo është. Dje ta tregoj unë anën juridike, i shkoj gjykatë dhe them nëm arsye pse nuk e eton. Prit, ai do më japi me shkrim. E marrë çojnë në gjykatën më të madhe. Ka marrë punë që. Ore zotri, mos ju ndani e problemi. Ore gjykatësi që e mori dha dorëheqjen në avokat. Po Saliun e kanë sulmuar. Dale more pse do japim kejse që nuk janë reale. Pse Saliun e kanë sulmuar qend për ta vrarë dhe ky nuk pret dot gjykatën? Çfarë kanë bën Saliun? I ka marrë partinë. Kush e ka marrë partia aty ka qenë? Po mirë, ky është motivi i tij. Po ky është motivi i tij. Ore zotri i nderuar. Nuk po e mbrojmë, po them tani, po fotografoj realitetin. Po pse shkon aty? Nuk çohet në gjykatë një statut fantazëm. E para. E dyta, dhe ne dim mbasi e ka refuzuar dhe zim gjë fare. E dyta, në gjykatë çohet do thotë që unë jam personi juridik i që kam këtë parti. Dhe e rëzon me gjykat në proces gjyqësor. Në vitin 2024. Së është në proces gjyqësor. Në vitin 2023. Nuk e ka hedhë në proces gjyqësor, sepse procesi gjyqësor të kërkon provat. Ha procesin dhe të s'ke prova, sepse nuk i ke antarët e kongresit. Antarët e kongresit të janë falso. Ikën në burg Saliu. Për tani, që të të mundë. Mos e zgjasni këtë muhabet se kjo, këte e dinë edhe pullet e legjestime. Më lejo të bashketojmë në këtë studio me nuansa tona të ndryshme. Unë nuk kam një besim këtë drejtësia shqiptare, kaq madh, sa të mendoj që është një drejtësi e drejtë në të gjitha korat. Do godet Saliun. Nuk po them që godet Saliun, nuk e thash as këtë. Por, normalisht, sa raste vendgjyqësie kemi, sa raste deviacionesh vendime shkemi, pa fund. Kjo nuk duhet priq doktorin në këtë rast, por koha juridike e gjykatave, koha politike Saliu përplaset. Të lutem, si e bën analizën jashtë faktit kryesor? Ai duhet zgjidhë këtë ekuacion. Dale më çfarë ekuacion? Ka kohën e vet politike. Dale më çfarë kohë vet politike. Ai këtu ka një gjë, gjyqtari dha dorëheqjen. Po. Është i Saliu, ta ditë me?
Nga ata që ka emëruar Saliu. Ata janë. Ju lutëm me njerë. Po dha pas se ti e the, Damaskove ti, se po ta njifte Hytenburg, se ti. Hytenburg? Dhe e tha, shpënduhet mua, po ja Po jo, edhe Dorike, pare se ta thoshon këtë. Unë thash, po ta kishte njërë, po ta kishte njërë, shkonte në Burg si veprim absolutisht, më falë, si veprim, si vendim gjykatë absolutisht. A i tha që unë kam një konflikt interesi, sepse jam një gjykatë si kam një me a i sepse nuk ke konflikt interesi. Ate kush do ta gjykoj? Prapa i? Qa me do të shkota që do e mua, nuk më duhet mua se që bën gjykatë zotri, mua më duhet vendimi gjykatës. Po. Ti s'bën do të revolucion pëse të vënon gjykata. Se s'poja bën revolucionin gjykatës. Pa i po e bën, zotin Gjela, i po e vazhdon, edhe pse gjykata nuk po këthe përgjigje, i po e vazhdon. Ata e futën në kurth juve, akoma nuk e keni kuptuar. E futën rasën brenda, tani ju lutem. Ta cilësh kurth, jo dhe për të kuptuar a i ra në kurth të sistemit logjik. Hyri brenda dhe ka bërë vepër penale. Po ka hyrë brenda. Ka hyrë brenda. Ka bërë vepër penale. Në momentet që ke bërë vepër penale, fillon politika penale. Se kur të marrë dhe si të marrë dhe qarë provat gledhë punë atyre. Mundëm, a i në momentet kur hyri brenda, kur ish kryeministri Berisha hyri brenda selisë së Partisë Demokratike, ishte akoma antari Partisë Demokratike. Tani një antari Partisë Demokratike. Si ishte antar kush aty? Më pas u shkarkua. U përjashtua për gjithmonë më pas. Në datën 9-10. Pra një antar, më bën krim po hyri. A hyri me trupa, që? Forse. Përgjësia është individuale avokat tani, se vënda i kemë pësuar të gjëra. Vënda në rarë, pa e ti në zonë me dorë. Pa mirë? Ata të gjojnë vetë Berishëm si artikulon... Kjo është justifikim, ju lutem me njerë. Mos nga troni shfajsimin me justifikimin. Shfajsimin e bën me provë gjykësore. Ik në gjykatë, dhe meri. Në gjykatë demonstrojët që a i deri në datën 8 janar, kur është bërë protesta, ka qenë antar i Partisë Demokratike, qoftë me kongresin e vetë, qoftë me kongresin e vetë. Ja ta dëgjojmë vetë Berishën se si e shpjegon përse hyri në Partinë Demokratike. Ka bërë një deklarat shpjeguse në një televizion. është proces juridik. Ja ta dëgjojmë pak, ta dëgjojmë, rigjeju lutem. Deklaruam se ne dyrë do t'i hapim. Dhe ne i hapëm dyrë, por deklaruam se ne jemi tërësisht paqësor. Dhe kjo është proteste e parë, në memorien time, në të cilën nuk është plagosur gërvishtur asnjë kundërshtar, asnjë polic dhe asnjë njeri. Kjo është e para protestë. Ndërkohë nga protestuesit janë përgjakur, jo plagosur, janë përgjakur me pluma gome, me thika, me mjetet të tjera, 12 protestues dhe janë helmuar me gaze toksike, qindrat e tjerë. Ju e dini që në hudh gaze, edhe e kam këtu foton, në borën e Kishës, ku s'kishte as njeri, absolutisht, vetëm qofë se ka patur në një mesh në atë kohë se ka qenë ora 12, për nuk besoj se i bajnë të dielën. Pra, gjitha kjo ishte një qëndrim kafshëror i policisë shtetit. Dhe nga policia s'është gërvisht njëri. Mua do më tregonit Pandeorin, kështu sillen Pandeorit në gjithë botën. S'ka mbrojtje. S'është mbrojtje. Ajo është fjallet Pandeorit pa mbrojtje. Si që ishi këtu i Pandeorin kone e komunizmit. Pa mbrojtje. Kam qenë avokat në komunizmit, nuk në lini në salë. Do t'ja bënja mbrojtje në dhëzyrë. Mund të këtë juri sot, për këtë që këtë të bërë të jurët e më njëherë. Këtu flitet. A i është peng, mendimi tim, është peng i dorës së fort botërore. Jo i Shqipëris. Kjo dorë botërore? Dja një minutar në që kjo dorë, mos më ndërpret, luta. Për më ke zakon të kejtë. Edhe njerë. është peng i dorës fort botërore. E pe zonë sekretarin shtetit. Çdo bëjt dora, do t'a lishoj, apo do t'a fundosë, apo do t'a presim. Ne nuk kemi më se çfarë të konsumojmë këtu. E kuptoj. Ata e kanë kapur. Ka hyrë brenda atje. Rregull, ai është i kapur. Është i kapur nga drejtësia. Që rëndësi ka se cila lloj drejtësie. Tani vim këtu që do presim. Se kanë bërë areste sot.
Ose i nxjerrin gjithë jashtë, nuk e di. Ata e di politika penale. Vazhdojmë, kisha pyetje tjetër. Jo, zoti Zhej? Unë mendoj që jo, unë do të thë këtë gjë që se kam kaluar publicitetin, po. Me atë që tha, vërtetoj fjatin mia. Pra e vendos ajo dora botërore dhe jo drejtësia shqiptare që do ndodhë. Jo drejtësia shqiptare, si drejtësia shqiptare. Ajo që ka provat. Ju lutem ndonjëherë, ju lutem. Që tha dora. Vendos dora, se që do bëjë me Sali Berisha. Ju lutem. Pra jo drejtësia shqiptare. Ky është një shtet i NATO-s. Jo prokuroria jo. Ky është një shtet i NATO-s. Dhe çdo destabilizim në një shtet NATO-s merr selia e madhe. Dhe në gjithë botën. Pse nuk e bën kështu, ju lutem. Në gjithë botën, pse bën kështu në Itali? Ju lutem ndonjëherë. Pra, problemi qëndron që ti derisa ke hyrë në atë strukturë, atë destabilizimin e këtij vendi nuk ta lejojnë. Pik. Ti nëse do të bësh revolucion, do ndjekësh jashtë ata. Ndjeqi. Tani vim këtu, që dora e ka kap me provat, zotri, se nuk ka rëndësi nga vinë provat. Ajo në një pushtet gjykësor shqiptar do shkoj. Po, ata që kanë provat, po do duan e lëshojnë, po do duan e mbajnë. Nuk më duhet fare, letë vazhdojmë të shikojmë se çdo vendosi... Dakord, edhe unë jam dakord me ty, po ligji nuk është dëshirë. Kaq, ligj është ligj. Jo, ligj është ligj në gjykatë. Ti thua, po duan e mbajnë, po duan e lëshojnë. Jo, do më dëgjosh. Është që vullneti. Jo, më që vullneti, a dëgjon tani. Po mirë më merret nëse tani hynë në Google, të lutem, më që s'm besoni mua. Dalë më. Hynë në Google edhe shikoj çdo thot politikë penale. Okej. Politikë penale të falore, ti dhe. Në gjithë botën. Jo në gjykatë. Gjykata se vendos. Dakor. E bën akuza. Akuza po do të fal. Qoftje pentito, qoftje këtu i bën akuzë tëra, kjo quhet politikë penale. Kuptova, tani më serioz. Kjo quhet politikë penale, se çdo thotë që është një vullnet mbi ligjin. Është vullnet mbi ligjin. Jo, më nuk shkon fare te ligji, ja ka vënë kushtetuta. Okej. Politikën penale ja ka vënë ligji, jo mbi ligjin. Kjo me ka prokuror, çdo prokuror imagjino që e kishte edhe prokuroria e komunizmit. Nuk është ajo, është aksion. Politikë penale. Pse? Më duhet mua për një shërbim më të madh. Nuk diskutohet atë që e zgjatë se ti dikto tani pse më lodh. Tani problemi është që ne dim që kanë arrestuar sa 30 kesh veta? 34. 34. Të shikojmë. Janë të ndarë. Ata tani do ketë Kanarina dhe Bilbil atje kundër Saliut. Do ta shikojmë ku dëgjojmë. Do ta shikojmë step by step. Se vendos politika penale. Publicitet, kthehemi pas pak. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në pikat mbi i, po flasim për situatën që mbizotron në Partinë Demokratike, kemi folur për ligjshmërinë dhe pa ligjshmërinë, kemi folur për atë se çfarë përfaqëson sot politikisht Sali Berisha dhe së fundi në minutat që kanë mbetur do të flasim për të ardhmen e Partisë Demokratike. Zoti Zhej, si mendoni se është e ardhmja e saj? Unë e shoh me shumë shqetësim në këtë moment. Duhet një super energji e madhe nga Lulzim Basha, që ai ka në intervistën që patëm në pikat mbi disa herë përmendi rënimi, rënoja dhe Partisë Demokratike, do u bë fjala kyç. Sigurisht ai nisi edhe nga rënimi i Selis, por kjo pa diskutim që shtrihet edhe në bazë, shtrihet edhe kjo organizatat politike kudo në Shqipëri, ku ka demokratë përçarë, cilat janë gjysma me Saliun, apo më pak me Saliun, po gjithsesi kanë një dyzim shumë të dukshëm. Forca e përcaktuese e Lulzim Bashës do shihë dhe kjo është një test tjetër, nëse do të arrijë të bëj një shumicë të ndjeshme, në mënyrë të tillë që edhe pakicën që mund të mbetet, teorikisht, doktorit, ta kuptoj që është jo logjike të ekzistojë, sepse do jetë një pjesë, një çarje, një pjesë e Partisë Demokratike që do punoj për të mos ardhur Partia Demokratike në pushtet. Më kupton? Pra, nëse superioriteti i Partisë Demokratike të udhëhequr nga Lulzim Basha bëhet me diferencë të tillë dominuese dhe të qartë, për mendimin tim nuk është akoma e qartë, ti themi gjëra siç janë. Në moment që bëhet e qartë, atëherë edhe pjesa tjetër thotë, "Gjithë ikim me shumicën unë, se aty është shansi i pushtetit." Parasysh sepse kjo është edhe qëllimi i politikës. Politika është interes, nuk është dashuri, nuk është fanatizëm. Vetëm organizatat fundamentaliste kanë misticizëm. Pra, ne nuk jemi një kohë moderne, ku partitë nuk janë tempuj mistik, janë tempuj interesash, janë institucione që kanë një program me cilin ti bashkon interesat tua
dhe hynë në kontratë me ata që zgjedh. Në qoftë ata që ti zgjedh nuk respektojnë kontratën, ti nuk i voton me ata, ti i shan ata, ti mban qendrim ndaj atyre, distancohesh etj. Si këto. Pra them që në këtë fazë Lulzim Basha duhet ta tregojë që jo vetëm ka mbështetjen neto të faktorit ndërkombëtar, që e ka dukshëm, por dhe që di të fitojnë terren atë shans të madh të jetës tij që është dhënë për të krijuar polin e vërtet të mirëfillt opozitar të aftë për të bërë rotacion politik. E kuptoj. Ju, zotin Gjela, si mendoni, cila është ardhmja e Partisë Demokratike? Ardhmja e Partisë Demokratike vendos dje, për të shtunën. Basha në poshtë i kryengritjen. Nuk ka rëndësi se kush ndihmoi. Në poshtë i kryengritjen. Pik. Kryengritja i ka humbur pik shumë PD-s. Turp. Pastaj e diskreton dhe këtë tjetëri që thotë ke paksore. Do më thënë, këtë donë të armë nukleare që të tregoj që ishte, ose donë të armë të nëzeta. Se qëfar, po si kur ti kishin kapur ata, atje ku ishin, deputetët, unë ti kishin vrarë. E djetimi atë se qëfar plani kanë pasur. Kështu ka ndodhur në këto vëndet i ke dëgjuar, vëndet që bëri Moska. Brënda dhe i brau. Kjo është skema e... Edhe Kazakistan. Edhe Kazakistan për në këtë që zjatë më vetë. Qërë. Këtë kishtë plani Kazakistanit që këtu. Do të digjoni. Se mënyra se si kërkonin të amenin ishte Kazakistan. Pra do dalin tëra. Këtë e nëzire timi. Timin nuk e kemi në ndorë. E ka prokuroria. Prokuroria nuk është një organ mistik. Organ konkret. Ka politikën penale, si që thash, nuk ka që ta duhet fare. Ta një lindë problemi ku është Partia Demokratike, është në Crescendo, pa tjetër. Se më poshtë i kryengritjen. Më poshtë i kryengritjen, dhe shpëtoj, ata ishen rezikjetet, gjithë aty, natyrisht. Dhe jeshtë kur të thonë që ne ndërym, se ata ishen në rezikjete, se kemi këto të dhëna që kanë bizeduar atje me njëri, nuk dim kë ka arestuar. Base ka arestuar killeri që do të vinin të bënin vrasjet. Atë e djetimi. Unë di se si ka ndodhur në vëndet tjera. Unë shefi madh, merë killeret, futen killeret atje, i vranë, pastaj killeret i futin në burg, diskutohet e, pa ta vranë. Pra, çështja që ndronë. Jemi për balë kësa shkeme nuk e dje, ka etimi. Unë di që ka ndodhur në për, me ki thove Kazakistan, se dhe dhe kështu ka ndodhur. Këto janë skemat e iliqit. Kështu i bënë Stalini. Pra, problemi vim këtu. Këtu, të pjete jote, është në Crescendo PD-ja dhe Basha është forcuar. Sepse, po të donte Basha, i tradhtonte. I tradhtonte aleat të dje, të shtunën. Dakor temi? I tradhtonte. Dilte, dorëzoj. Në qartë. Pra, mos i merrni këto si gjëra të thjeshta. Dhe është i fuqishëm. Tani lind problemi, mbasi bëhet i tillë, çfarë do bëj? E ka aftësinë që të krijoj polin e sakt, të djathtë që ka qenë në krizë 30 vjet, nga agresioni Berisha, ai ka qenë pol në agresionin e Saliut, çfarë poli ka qenë? Çfarë poli ka qenë? Tani vim këtu, do ta bëj këtë apo do ta bëj këtë? Do ta presim. Po shenjat janë që po merë forcë, edhe atje rezistoj mirë në datën 8, dhe në qoftë se arrin në këto struktura të krijoj një pol real, intelektiv, me ekspert, tjera, natyrisht do t'i bëj shumë mirë vendet dhe do vim pushtet. Tani, zotin Gjela thot se zoti Basha, Partia Demokratike është në rritje. Dhe arsyeja pse është në rritje është sepse arriti të mposhtë një kryengritje. Pyetja është, a është kjo, a ishte kjo e vetmja kryengritje, apo ju parashikoni të tjera të tilla? Okej, atëherë unë bata disa shëllime, ndërkohë që flisë zotin Gjela, për të sistemuar pak mendimet, sepse me që jemi në konkluzion. Po. Mos harrojmë që përpara se sa të ndodhte protesta, apo Spartak Brau, që ka patur funksione në Komisionin e Sigurisë,
në mënyrë provokative, në mënyrë, nuk mund të them që është një aventurierë Spartak Brau. Hodhi një shashk, apo hodhi një provokacion, apo foli të një vesh publik, nuk e dim, se ku shkojë fjallë që tha një person me inicialet E.A. do vritet, me datën 8. Pa. Pastaj doli prapë dhe tha që ishte një listë me 4 veta. Dakor? Pra, nuk preashtohet që o t'jetë provokacion, o t'jetë një informacion i rjedhur që ai e ka marrë dhe e dogji. Pra, në moment kër e bën publike nuk ndodhë më. Pra, ndoshta ka që një ndim për atë sulmin që ose ka pas në njëri në mendje shkrepje për të bërë një gjithë keqe, e thënë dëgjoj, se skema ka dalë, mos e bëj. Pa. Por ama, kjo vërteton atë që thotë zotin Gjela, më thënë drejtën, që qëndresa e Lulzim Bashës, e grupit parlamentar që ishte inkujuar, ata që ishin janë shumë të rëndësishëm në PD, dhe të këshillit kombëtar të PD-s që ishin aty, tregon që është një qëndresë që është një akt politik shumë i fortë, sepse ata e dinin, kishin informacion, që dhuna mund shkonte dhe në azësim fizik të njërit, tjetrit, e tjera. Po, asi nuk e parashikon dhe dot se çfarë mund të ndodhë. Dakor? Pra, kur ti hynë në një përplasje, për jetë abdekje, mund ta themi, në që se marrin për bazë insinuatat e Braus, atëre tregon që qëndresa politike është shumë e lartë. E dyta, mendoj që mungesa e masivitetit, me që më bërë pyetjen për çfarë do ndodhe më pas, që doktori arrin të siguroj, është hera dytë, herën e parë bërë atë proteste kombëtare, ishte e varfër në njerëz, sepse ne kemi parë protestat e Partisë Demokratike që janë shumë masive. Po pse dyta ishte e pasur, ai tha që te dyta do ishin 24.000 delegatë. E dyta ishte e varfër për gjithashtu, si ishin 9.000 veta. Pra ne e dim se si reagon Partia Demokratike, ne e dim se si një forcë politike ose një lidhje politik kur do të mbledhë njerëz, sa aftësi ka. Pra, pa ne thash që në fillim, që duke qenë se u pa që kishte mungesë masiviteti, u tepruan ndoshta në dhunë dhe në agresivitetin e masiviteti solli agresivitet të shtuar. Kjo tregon që ndoshta mesazhi publik i gjithë atyre që mund ta duan ose mund ta mbështesin Berishën si alternativë politike, e kuptojnë që është duke hyrë me faull në një situatë, duhet gjë një zgjidhje tjetër. Dhe nuk e ndjekin. Dhe ishte shumë një gjuhë e koduara që përdori Lulzim Basha, me një herë mbas 8 janarit, kur tha që falenderoj shumë ata mira demokrat, të cilët nuk ndoqën ftesën e Berishës për të ardhur KPD-ja në atë formë. Pra, se thuash, diçka po ndodh. Diçka që Basha e di më mirë dhe Berisha edhe di mirë, që po kuptohet gjithmonë më tepër që ka një ulje të masivitetit të ndjeshëm që përkrahasit e Berishës në raport me foltore, dhe një pjesë e dyzuar dhe një rritje e mbështetjeve të Bashës. Këtë nuk jam në gjithë ta provoj, por pjesa e dyzuar në mes të dyve është rritur shumë, që tregon që kush reziston, ai merr dhe pjesën e dyzuar. Pra, them, është ende herët për dhënë përfundime të papërgënjeshtrueshme. Por, dy gjëra janë. Qëndresa është domethënëse, e ka rritur Bashën, nuk e di a ka rritur dhe lëvizjen bashkë me Bashën, dhe mungesa e masivitetit të doktorit është problem për doktorin. Shikoni dhe fleshin informativ, është tërhequr gjykata për marrjen e vendimit për 34 të arrestuarit. Prokuroria ndërkohë kujtoi ka tërhequr kërkesën për 6 nga protestuesit, për 5 është kërkuar detyrim paraqitje. Do të jemi këtu patjetër live në News 24 për të përsellë çdo informacion që vjen nga gjykata. Arrest nuk ka asnjë, kërkesë arresti s'ka. Jo, me sa di unë jo. Pra. Bravo. Pyeta. Ajo, kërkesa arrestit është në qoftë se ka filluar çështja penale. Të shave nuk e di, atje do të shikojmë tëra. Nëse s'ka kërkesa arrestit, do nuk është konsideruar çështje penale. Ja. Është administrative. Deklarimi para çështja penale ka 2 forma, arrest shtëpie, arrest në burg dhe detyrim për paraqitje. Këto janë 3 format. Po, detyrim për paraqitje është një krim i lehtë. Po. Se nuk ka rrezikshmëri. Jo krim i rëndë. Pa, mendoj që nuk e di, do ta shikojmë. Popullor socialist nuk do dënoj këta
dhe të lërë të lirë, pa do të gjejë, do uli formulimin e krimit. Do uli nivelin e veprës penale, do a konsideroj një thyrë administrative. Po si e qarë lajmin dhanë për gjykatën? Si që pritë qa unë do më. Si? Si e dhanë për gjykatën lajmin? Është tërhequr për të marrë vendim. Po çka kërkuar prokurori? Po ja pra, ka tërhequr kërkesën për 6 nga protestuesit, e ndjekin përmes fleshit informativ. Kishte kërkuar për këta 6 protestues, kishte kërkuar detyrim paraqitje, ka tërhequr tani kërkesën prokuroria. Po pra ata tjerë që ka vajtu atje? Po janë masa të ndryshme dhe do presim tani gjykatën që ka arrest apo s'ka arrest? Jo pra. Nuk është kërkuar arrest. Nga prokuroria deri tani nuk është kërkuar arrest për të ndaluarit. Po sa kjo janë 36, po tjerë 34. Po pse ka qenë vetëm 6 atje? Për 6 ka tërhequr kërkesën. Për të tjerët vazhdon që i qëndron asaj që ka kërkuar. Po do presim për të marrë më shumë informacion, besoj, sepse sa po ka dalë lajmi fundit. Tani pyetja, me që përmendët Kazakistanin, dhe jemi në momentet e fundit. Atje situata vazhdon të jetë e tillë, kaotike. Ju prisni të tjera kryengritje zotin Gjela, apo jo? Ja. Berisha, me sa kam parë, shpalli falimentin. E di që është në, ato që ju thashun, e di që është në akuzë, po akuza nuk i është komunikuar, o dori në punë vetë, në faliment. Nuk do të ketë të tjera... Gjithë problemi që ndronë që nuk ka mbështetje popullore. Këtu është thamëra Akilit. Nuk ka mbështetje popullore kryetari partisë, kryetari de facto, që thot ai, Partisë Demokratike. Pik. Po të kishte për kraje, do kishte sjellje të ndryshme ndaj tij edhe nga opinioni ndërkombëtar. E din që s'ka forcë, dhe jo vetëm kaq, por ka humbur dhe për krajen ndërkombëtare. E ka humbur. Po ne, do t'ju bëj një pyetje? A hyri zvën sekretari i ambasadës amerikane të Basha para se të fillon kryengritja? Kur hyri? Kur hyri zvën se... 2 ditë përpara. 2 ditë ose 3 ditë përpara. 1 ditë apo 2 ditë apo 3 ditë? Ja, aty ka qenë. Mund të ka qenë 1 ditë para. Nëse unë am pyetur mua, do unë kështu mbaj më datën 6. Po mirë, unë thash se e dinë sigurt, në datën 6 nuk e di datën 6. 7 janar, rregull, 1 ditë para. Ishte zonës ambasadori. Ai që është shefi i CIA-s. Po, shefi i CIA-s. Po nuk di themi sa gjëra. Po në rregull. Pra këtu do të thonë që është shefi i CIA-s. Po rregull. Qartë. Jo, ajo diet ajo. Do të thotë që problemi që po krijon Saliu nuk janë vetëm të Saliut. Po. Budallën atin e jo. Nuk janë vetëm të Saliut. Prandaj vetë ajo atje i thotë kjo. Rregull. Po një nga interpretimet që është nuk është sulm kundër Bashës, është sulm kundër amerikanëve. Sulm kundër amerikanëve që u thye, po çfarë nuk mund të jetë sulm kundër Amerikës pa një mbështetje të një force kundërshtare të Amerikës. Nuk kemi ardhur nga malet. Çështja është këta amerikanët të cilëve drejtohet doktori janë amerikanë përkohshëm apo janë përfaqësues të vërtetë Amerikës. Këtë dilemë... Përfaqësues të vërtetë Amerikës? Po pse? Do thotë doktori që nuk është e vërtetë. Këta janë thjesht amerikanë që livadisen në livadhet e qeverisë, nuk janë amerikanë. Lere më çfarë do të çotë në bullallëqata? Sigurisht që ore më thekë vajti shefi i CIA-s këtu tek ai. Qa janë të broshkolla tani, dhe mere me ta, nuk po të interpretoj. Pa ish njeri në nakuz, a i gënjeshtar në nakuz, logarit e ti, se që mu prodhoj. Po që të prodhoj, mbrojtje e kotë. Ajo është mbrojtje e kotë. Pse është mbrojtje e kotë? Sepse nuk bënd do të mbrojtje. S'ka mbrojtje, sepse duket ata i kanë provat. As mos e diskuto fare, unë e shoh mënyrën e sjelljes. Nuk shoh fare fjalët, unë shoh sjelljen. Tani problemi është këtu, që se si do avancoj kjo çështje, në drejtim do marri, do konceptohet nga hetimi, dhe nga ato që kanë mbledhur ata në forma ndryshme, nuk e di, nuk di gjë për këtë. Unë di që kryengritja e 8 janarit dështoi. Ose qartë. A i tha do ta marr, do Basha do vi këtu, le t'japim një vend Bashës, sa i dëgjove. Qartë. Po mirë, ai njeri i ka thënë gjitha këto, ka frikë nga gazi Locellës? Këta janë trimana. Revolucion zbën do ti
se nuk poshtë do të asgazin locjelës. Janë djotët dhe me gjë. Është mëndje infantile, Saliu. Dhe ja të regoj unë, ja ku e ka, si kjo se thotë, mdela tje thotë e kanë partë të tërë, që ajo është me dhunshme, thotë pakësore. Pse? Se ka frikë. Kam përshtypjen që mëndje infantile mund të jetë opinioni publik shqiptar se doktori opinioni publik shqiptar president, dy kryeministër, nuk kam aqë që të merre me të analizoj opinionin publik. Unë di opinionin publik, ja ku e ke, i shkoj opinionin publik atje. Kësa radhe jo. Kësa radhe ja, pra, ku e ka? Duket që nuk e kanë ndjekur si ke foltoria. Te foltoria, pëse sa vete shkon te foltoria? Në di, po u thashtë... Po lere, ma në përvoma që, o zotri, ku po të ketë njerë Saliu shkon në sheshare, njini Saliu një, a i shkoj në dhoma shkon dhe me të paguar. Që ka në dhomat 50 veta, 100 veta, 80 veta, më brinko, o e zotri, a i tha do bëj revolucion, e bëri dot, pik, pse se bëri, s'kishtë të Antonin. Se ajo me proshkollet e ti do bëj, që të bësh revolucion, zotri, nuk do të thuash njerëzve më kanë shkelur mua të drejtën. Do të thuash njerëzve që juve ju kanë shkelur të drejtën. Shumë largë vizionit politik të nivellet lartë të burit shtetit. Kush burë shteti? A i thot, mua më kanë prekur të drejtën, më kanë zjerë non grata, hajde më shpëtoni. Edhe budallogja do gjërë. Ashtu si thati opinionit publik me 20 janar, për shumë. Ashtu si u drejtuat ju e opinionit me 20 janar. Për para 20 janarit. Unë të të opinionit? Po. Në thash. Regull? Dakor, jemi në minutat e fundit, ndërkohë zotin Gjela e konfirmova me kolegët e mi gazetar, nuk është kërkuar arrest me burg për asnjë nga ata persona, por për 5 është kërkuar arrest shtëpie. Okej, për 18 të tjerë detyrim paraqitje, këta konsiderohen mbështetës të Berishës, sepse siç edhe kemi thënë, seancat kanë qenë të ndara. Zoti Zheje, sheh që ka arrest brenda? Arrest shtëpie. Ma i zonjë arrest e shpisë është njësoj si tjetër. Në qëse do kishte në njërin të akuzuar, jam fali minutë, ti japo përgjën, në qëse do kishte në njërin të akuzuar për vrasje, apo për tentativ vrasje, është shumë dhe arresti. Me gjithë killera, me gjithë thamë termin. Jo, nuk e di, ata nuk e di njeri, nuk e di. Prokuroria i shef parezikshëm dhe thotë rini në shtëpi. Se një në shtëpi dhe aratisat, sa erdo, i del nga qatijat. Po, shtëpi. Ju lutëm dhe njerë, nuk dim në edhe një të flasin këtë hamëndje. Nuk po them, a i quat arrest dhe ta dini që një dit e gjysëm quat arresti, një dit e gjysëm burg quat arresti në burg, dhe një dit e gjysëm quat arresti në shtëpi. Një dit e gjysëm fitan. Ne kuptoj. Për balë optikës juridike, është i barabartë, por fuqia e shtetit nuk është që t'i kthej gjithë shtëpitë në burgje, se s'ka shpenzim i madh. Pa ata në burgje ke atje dhe saratisën do t'as bëjnë do t'as ingje, vetëm që ofsaj lë shteti. Pra, problemi është këtu, që kemi një proces penal, do shikojmë se si do avancoj. Po, dërsa për saktësim gjithmonë, sa i përket fleshit informativ, me që e diskutuam... Skeptik për këtë gjë, mendoj që drejtësia shqiptare është e varur nga dora që tha avokati vetë për parë, pa do një se duket i mungon një sinjal për vepruar. Pra, akoma ligje, raporti i drejtësisë shqiptare me ligjen, është një raport i pa përsosur, është imperfekt. Pra, kërkon një vullnet jashtë ligjit, mbi ligjen, që të veproj sipas ligjit. Kjo është një kontradikt shumë themelore, po këto jemi ne dhe kështu jemi ne. Faleminderit për prezencën në Pikat Mbi. Faleminderit edhe juve që na ndoqët, nderuar shikues.
Lulzim Begu edhe gaz ndaj protestuesve paqësor, të cilët kërkojnë që shtëpia e tyre bunker të shtrohet në shtëpinë e lirisë.